Bashkia Kavaj përballet me mungesën e theksuar fondesh veçanërisht në infrastrukturën rurale. Rrugët rurale mbeten prej vitesh një sfidë e pazgjidhur për shkak të financimeve të pamjaftueshme, ndonse ato janë thelbësore për ekonominë lokale, lëvizshmërinë komuniteteve dhe patjetër për turizmin. Bashkia Kavaj ka një territor prej rreth 200 km2 dhe një popullsi rreth 85.000 banor. Afërsisht 70% e territorit është kodrinor, me investime thuajse të pakta ndër vite, sidomos në njësinë administrative Helmos, ku e vetmja rrugë asfaltuar është sot në një degradim të plotë. Edhe njësitë administrative Syne dhe Luzi Vogël, zonat që të çojnë drejt Karpenit, Carinës dhe plazhet e Gjeneralit, situata është shumë problematike. Për më tepër, krahasuar me bashki me karakteristikat e ngjashme, grantet që kemi marrë ndër vite kanë qenë të dukshme më të ulta. Pavarësisht territorit të vështirë dhe kërkesave të shumta në zonë, me buxhet aktual është praktikisht e pamundur të mbulojmë nevojat bazike të fshatrave tona. Prandaj, e theksoj qartë, është e nevojshme një mbështetje më e madhe financiare nga qeveria qendrore për të garantuar barazitë territoriale dhe për të mos lënë komunitetet të tëra në prapambetje të pamerituar. Ne si shoqat dhe si bashki mbetemi të angazhuar për rritjen e performancës, transparencës dhe të ardhurave vendore. Por afërmendsh kemi shumë nevojë për qeverinë qendrore. Kemi nevojë për rritjen e kapaciteteve, për harmonizimin e ofertave turistike, harmonizimin e shërbimeve, trajtimin e mbetjeve, investime strategjike, zgjidhjen e çështjes së ujit. Nuk ka diskutim se mbështetja e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë është thelbësore, do t'ju lutesha më shumë mirësjellje të shikoni me vëmendje kërkesat tona. Komentet të drejtuara dhe propozimet teknike kemi dorëzuar edhe me shkrim. Faleminderit shumë.